Gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg ndaj 4 të dyshuarve si autor të rrëmbimit dhe vrasjes së 23 vjeçarit Reniz Dobra, pas konflikteve të vjetra mes tyre. Masa e sigurisë arrest në burg u la e pandryshuar për Petrit Çakraj si autori kryesor i krimit të rënd dhe vëllezërit Aleksandër Kristi e Fatjon Buzhgjokaj, të dyshuar si bashkëpunëtor dhe ekzekutor të urdhrit. Gjykata e posaçme ka vlerësuar se nuk ka asnjë shkak ligjor për shfuqizimin ose zëvendësimin e masës. Ngjarja. Sipas hetimeve, Reniz Dobra u rrëmbye dhe u vra mbrëmjen e 8 korrikut 2025 në Mat. Për të fshehur krimin, autorët dyshohet se e transportuan trupin me automjet dhe më pas e hodhën në liçenin e Shkopetit. Sa i përket motivit, hetimet paraprake sugjerojnë se ngjarja mund të lidhet me humbjen e një sasie lënde narkotike në Gjermani, për të cilën vëllezërit Buzhgjokaj dyshohet se e konsideronin përgjegjës 23 vjeçarin. 23 vjeçari u rrëmbye dhe u vra me litar mbrëmjen e 8 korrikut, ndërsa trupi i tij u gjet në liçenin e Shkopetit. Vrasja e Reniz Dobrës u zbardh më 16 korrik, ku u vendosën në pranga 2 prej autorëve të dyshuar, të cilët dhanë dëshmi kontradiktore para hetuesve, por janë kamerat e sigurisë në bizneset e Aksit Burrell Tiranë që i kanë tradhtuar. E kaluara errët në Gjermani besohet të jetë bërë shkak i vrasjes së 23 vjeçarit Reniz Dobra në Shqipëri. Policia kriminale e Dibrës ka zbuluar se Dobra ishte dënuar me disa vite burgim nga drejtësia gjermane për shpërndarje të lëndëve narkotike. Të 3 vëllezërit Buzhgjoka, personazhe të njohur për policinë, dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë organizuar rrëmbimin dhe vrasjen e 23 vjeçarit Dobra, të cilin pasi e vran me litar e hodhën bashkë me makinën e tij buzliçenit të Shkopetit. Dëshmit dhe pamjet e kamerave të sigurisë quan grupin hetimor në drejtim të 3 vëllezërve nga Tropoja. Eliminimi i 23 vjeçarit është realizuar pas një plani të mirëmenduar. Për të kryer vrasjen, vëllezërit Buzhgjokaj dhe Çakri kanë marrë disa makina me qira në Rinas dhe Ysberisht, të ndryshme çdo ditë për të paktën 72 orë me radhë kur kanë survejuar lëvizjet e Dobrës. Përmes kësaj skeme shpresonin të ishin të vështirë për t'u zbuluar nga autoritetet. Madje, makinave kanë tentuar t'u heqin edhe GPS-in, por nuk kanë mundur. Pasi policia identifikoi autormjetet përmes pamjeve, kuptoi se ishin marrë me qira dhe më pas, përmes gjurmimit të GPS-it, u dokumentuan me prova të gjithë lëvizjet kriminale për eliminimin e 23 vjeçarit. Vëllai më i vogël, Aleksandër Buzhgjokaj, dyshohet se në krim ka bashkëpunuar për nxjerrjen për në Kosovë të vëllait tjetër, po me makinë të marrë me qira.